Për sa i përket Theodorës, ishte martuar në Aleksandri me Arkondin dhe pasanikun shprestar Pafnutin në kohën e perandorit Zinon, në vitet 476-491. Edhe pse thuaj për të se ishte e virtyshme, dikur u mashtrua dhe bëri tradhti bashkëshortore. Por me njerë edhi në vete dhe e dërmuar, lav shaurazi shtëpin. Ju pështiros pra dhe e mundoi aq shumë trupin, sa që u shndërrua në eunuk dhe u strehua në një vend të paimagjinueshëm për bashkëshortin e saj që nuk dinte gjë dhe ishte i pangushëlluar, do me thënë në një manastir burrash. Punë e rënd, kreshmë, Agripni dhe lum lotësh pendese e bën të mos e njihte as burri saj, të cilin e takoi dikur, por ato e bën edhe mrekullibërse. Igumeni, duke konkluduar se ajo ndoshta kishte ndonjë dhunti hynore, e dërgoi për të sjellë ujë nga një liçen ku kishte folen një krokodil njeri ngrënës. Por ajo u bind dhe shkoi më pas. Shohim që e gërsira e mori në kurriz dhe sapo mbushi ujë në enën e saj, e rinxori në breg dhe më pas ngordhi. Një herë tjetër, ndërsa ecte në shkret të tjerë, udhën ja rrëfente një gërsirë, e cila ngordhi edhe ajo, sepse ju sul një murgu. Ndërkaq pas 2 ose 8 vjetësh, një grua shtatzën, jashtë martese, shpifi si prishes së saj murg Theodor, për të marrë hak ndaj tij, sepse e kishte kundërshtuar në epshet e saj që ajo i bënte vazhdimisht. Oshënarja pohoi veprimin dhe pasi lindi foshnja, e mori me vete kur u dëbua nga manastiri. Ajo më pas jetoi në një kasole jashtë, vuajti shumë nga demoni që i paraqitej si bashkëshorti i saj ose si e gërsir, si njerëz të armatosur ose në formën e floririt apo të gjellëve të shijshme. Mbas 7 vjetësh u thirr brenda në manastir dhe përsëri kreu shumë mrekullira. Bëri që të mbusheshin përsëri puset e thara të manastirit. Fjeti e saj pas ca kohësh ju zbuluar Kimandritit, i cili pa kortezhe shenjtore, duke marrë shpirtin e saj. Atëherë, të shtangur kuptuan se ishte një femër. Lipsanit të saj ju fal edhe Pafnuti që nga ajo kohë u bë murg, jetoi në qelin e saj dhe u varros në varrin e saj. Igumeni më vonshëm u zgjodh fëmia që kishte rritur oshënarja. Citatet në emër të saj përkasin ose asaj ose ndonjë Theodore tjetër që jetoi pak kohë më parë. Për sa i përket emrit Theodora, do thotë dhurat perëndie.